Ta është ta xhallar, ta tradhtar që të shitën për Serbisë paguën, ta thojnë jena 95% musliman. Jam fol, po falem më po trano, fal kur mos del për xhamis. Po mu çam intereson. Kamionë diç keni më guxu më don qytet. Çfarë? Ndere ti të bësh xhamia me mlu flaktaj. Flakt për mlen. Një popull që manipulohet nga xhallar, tu shit koporlla. Kjo kanë fillu pej mas luftës. Tash dit e mashëm po rritin, po mënojme nasi me lusi kam të paracit sa ma shumë vetën musliman. Qysha e del me mbrojt, xhamia në anën e kundërt, rrugën knena mënojt me maru xhamin e dhëtën e desit të i. Desi ka morë, gjys milione i ka morë. Pak, që shef në jetën Kosovë dhe të ardhmën e Kosovës? Fatkeqësisht me shumë pesimizëm. Jeta në Kosovë ka fillu më bërë ferë. Si peshen e rastin e fundit me policin, peshen e parlamentin, që e 6 herë në mbledhen, së mëjnë me konstitui kuvendin. Gjermania mrana 24 ore, e kyti me zgjedhje, me numre, me kret, edhe kanë qenë 8 partit opozitore, si tuhet, kanë qenë shumë armiqësore në atë kuptimin mes veti, për hirë shtetit u pajtun edhe formun qeverinë. Këta la pera tonë, mësë më shtimë po nërves. Ta për këta s'kanë karakter, s'kanë as ftyras, neras. Ta për të mjetit deputet, ta për përfaqësojnë popullin. Cilin popull? Qitë popull që manipulohet nga biku. Një popull që manipulohet nga hoxhallarët. Tu shit koporlla, bordha. Edhe shkojnë, besojnë, e zgudzojnë me bëtë cikë për tyne. Pse për dëvojë ta me në më thonë shurte. Që kjo është gjendja reale edhe e ardhmja e sotmja e këtij shtetit. Vjenaj Turku atje, Bajram Bega, i 30 vjetit president i Shqipnisë, mas 550 vjetit duhet me mlu Skënderbeun mësë me pa Turku. Ja bëtë qefin atina. Parada FSK-s, e mlu në Skënderbeun. Pse? I ka anë Turku këforit, ajtë Turku si punën këfor. Dash me pas paradën, mble Skënderbeun. Kur ka ndodhë kjo para 550 vjetë, edhe Skënderbeun së shku atje me sulmu e me përi. Pa ta e nërë të me na përi. Vënë kuj ka qenë qëllimtor, kena krye heroj. Edhe këta burrat e dhejët shkojnë në shtrojt edhe mas 550 vjetë. Lufta e fundit, lufta 2 botnore ka ndodhë para 80 viteve. Kena hala Izraelit, si jauditit, cilët hala e jenë gjallë, edhe mbojnë mend. Edhe Gjermania, si është të demokratik, ja ka hapë muzeun. Në 2 vena në Berlin dhe Auschwitz, ja ka hapë edhe 2 vena në botjen me vizitu holokaustin që kanë bërë krimin ndaj Izraelve Gjermanët. E këta mas 550 vjetë hala na mojnë me të pëz mi kry. Edhe këta në shtruën. Tregon pak për pjesën e fesë islame që kanë fillu me bo pak ekstremiste. Jo pak, qëfar pak, kjo kanë fillu pej mas luftës. Tash dit e mashëm po rritin. Çdo dit e mashëm po mënojme nasi me lusi kam të paracit sa ma shumë vetën musliman. Miloševiqi që na ka prej, na ka gri, thënë që në Kosovë janë 95% shqiptar, albanë që thiki. Ta është ta xhallar, ta tradhtar që të shitën për Serbisë paguën, ta thojnë jena 95% musliman. E ku me të në shqiptarët? Feja është personale, feja shkoj me thonë që edhe kësh me një fema në emë kërë, ka ki boti mu që më intereso mëre, jëmë falë, po falë mëre, po trano, falë, kur mos del për xhamis, po mu që më intereso në emë. Edhe i thirën e për debati këta, veç më lu emisionin, të le farë anti-shqiptarit, të le farë laperit, të le farë historiani, si vjetë tërbe me këtë, kjo kënë ndodhë, as në Bangladesh, as po ti ku me thonë Somalia, atë në botën e tretë. Kjo është tërpë me disë Evropë me ndodhë kjo. 3 qytetet më të varfën e në Mitrovica, Kaçaniku, Vushtria, edhe këtë që është ekstremizmi islamik këtu në rritje sipër. Shkron policin, popullatën e pafashme në për Evropin, me kere, me bomba, me asi, Gjermani, Austri, Francë, Itali, gjithkën. Ta shka fillu edhe të na. Kjo pjesë e ambulesës tek gratë që ka fillu me u shumo, a mendon që po paguhet? Paguhet prej dikujt? Qysh paguhet, mëre? Qysh nuk paguhet? Për shkaj, qysha e del me mbrojt, xhamia në anën e kundërt, në rrugën knena mënot me maru xhamin e dhëtën e desit të i. Desi ka marrë, gjys milione i ka marrë. Ka marrë 1 milion, ka paguhet. Të ketë bërimet jenë, pse s'po pranën bashkësia islame me hi
në kuadër shtetit sikur që janë Ministria e Arsimit, shkencës, për shembull policia, mjekësia, pse nuk hin ata? Pse atëherë s'mund me vjedh, s'mund me marrë donacione paligjshme prej shteteve arabe përmes Serbisë. Këtë donacionet vinë përmes Serbisë. E biku është një me Serbinë. Këta janë ka bujnë. Këta ka me orë në ditë s'keni me guxu me do në qytet. Ka dhe qëty. Qëfar, ndere ty të bënë shamia me mlu flëkt hajtë. Flëkt për më lënë. Në nërëm ka pas shami, për s'ka mlu flëkt. E ka pas qështu. Ka pas ngjyra me trandafila, me asë, 100 lloj ngjyra i ka pas. Këtu ekskluzivisht zeza me kallëzu se na jena arab. Qa ka të bëj me feja me njëna për thënë feja islami është e të gjithëve. Po nëse është e të gjithëve, pse ti duhet më duk si arab? Ta vinë kundërshtim me fjalët e veta. Mos po di. Vërtet është, faleminderit që ma që për krejt fjallë. Ç'është duket jeta në Kosovë në krahasim prej ma herët edhe tash? Rregull, ka përparime, ka zhvillime. Ka përparime, pra. Tregon pak nëse veç ka ndryshu diçka negativisht në Kosovë. Papunësia e ka përcjell gjatë jetës, është mërgimi që po dalin trit jashtë. Sa po është kjo e mirë ose sa është e dëmshme? Jo, dëmshme e mirë sa heq, e dëmshme shumë. Vend që me konë vend vete, me kontribu për vend vete, po do të me shku jashtë. Për bojnë kushtet. Cilet televizionin ju? Jemi për talin teren. Për talin teren. Tregona pak nëse veç qa kishe boti nëse ishe këthy dhe njëherë në rinia kishe dal jashtë, nëse kishe paramenu jetën kështu në Kosovë? Pa i shtirë është një parashiko gjana çfarë vinë, po që kjo gjendje qështu po i detyron. Po i detyron, gjendje shumë e rëndë. A mendon se duhet me u kthy prapë rinia në Kosovë dhe me vepru me jetu? Pa e me punu dhejësia pak ma mire, me ju kriju vendet punëse, me siguri gjithkush ka që me qenë vend vete, ofër familjese, me kontribu vendit vete. Disa gjakov derë për këtë liri, to i falendru për i komandantit legjendara Demja Shari o që këse. Shumë në tonë për shumë që pa drejtësisht po mbohan ata në hakë që janë po. Apo ja dim vlerën pak ose hiq kësaj lirie që e kemi sot? Allaj, bre s'po di që ta s'po të regojnë që ta njerës të pushtetit që kanë interesin ndaj tynës, s'po di kritikat më doja shumë. Tregoma është një mesazh për fond për krejt rinin që dalin jashtë të shmojnë vendit. Po, për krejt rinin mesazhi im kishte me qenë më kthy, me kriju kushtet, me pas vendet punës, me kontribu për atë 10 vetë, për vend vetë më mirë, se me kontribu për t'jashtmit. Tregoma edhe një gjatë fundit e shohim se në ditën e sotme të më thonë krejt fëmijët po i lajnë prindë thuajse vetë. Ose janë edhe në disa raste ku i qojnë në dëmë. Çka mendon ti për këtë? Po. Mendoj, po kush mendon mirë për këtë? A ka dikush që mendon mirë? Ju e dini për shembull prindë juaj sa kanë sakrifikuar, sa kanë vujtë, mi u kriju ju jetën e kushtet e tash me lanë vetmi. Shumë keq. Ai prindi ka nevojë kur të moshohet, kur të plakët për fëmijë se sa të shtiri. Nuk e ka atë shumë problem, po mosha i kërkon me pas afër mos mall me ta. A po vjen kjo si mos respekt i madh ndaj kohës që e kemi lënë pas? Allaj, koha jonë ka qenë këtë respekt ndaj prindve, ndërsa sot nuk po di, nashta e kanë mirë, po mos po m'pëlqen kjo. Tash prindi ka nevojë mi pas afër fëmijët, nipate. Faleminderit shumë.